se që këtu e filloj dhe unë, ndoshta më mirë për ta thënë përgjigjen për ju. Unë sa biten fare, sepse duhet ta biten më shumë ata që kanë besuar dhe propaganduar reformën drejtësi si diçka që do të bënte më shumë drejtësi në Shqipëri, nga Rama. S'po them që do të bënte drejtësinë, por që do bënte më shumë drejtësi. Përmendi Murrizi atë 500 mishën, ju kujtoj që skandali u bë atëherë u doq, e kam përmend edhe herë tjera për një përgjim, për Becin, për një përgjim të Ilir Metës për 700.000 bëhej fjalë atëherë, apo jo. Nëse ky as do me dytë fare që është atje, po e hetojnë. Domethënë, pyetja juaj është e drejtë kur thoni, po mirë, këta pas kanë lek, që i thatë Murrizit, po këta, edhe Erion Velia s'kishte lek, s'kishte tendra, pa dyshim është dhe politika brenda, presionet që ka bërë Rama së fundi. Por, këtu prap, mendimi im është ky, që këta njerëz, si që shikojmë edhe tani nga reagimet evropiane, unë gjykoj që këta janë përdorur më shumë si për propagandë futja e këtyre në burg, se sa si një vullnet i Edi Ramës vetë së pari e tjerve për të pastruar sistemin nga të korruptuar dhe për të ndryshuar sistemin. Po them pyet Ramës vetë, se Rama e ka bërë reformë drejtësi. Pra, ka kon kësaj pjesës së spektaklit kjo? Pra, spektakli u bë. Është thënë goxha, janë thënë goxha fjalë të mira për Shqipërinë, ndërkohë që Shqipëria për mua krimi është shtuar, edhe korrupsioni është shtuar, është e qartë. Megjithatë, spektakli andej është që Shqipëria po ecën përpara dhe po futet në Europë. Sot kishte edhe një spektakël për drejtësinë, siç e pat, në një vend ku drejtësia është pas sheshit, bëhet si vend ku mblidhen për të promovuar drejtësinë. Pra dhe ky spektakli ka një fazë që ka mbaruar tani apo si? Pra, spektakli mbaroi kur në një farë mënyre këtu ngelemi pak të paqartë, por ishte periudha e parë Trump, kur u mendua se me ndryshim në administratën amerikane, Rama shtetja për Ramën dhe mundet që spaku të guxoj apo dikush e shtyu që të veproj, apo jo, ky bëri kundër reagimet e veta, bëri lobingjet e veta për atë moment dhe jemi në situatën ku, siç e shoh unë të paktën, këto janë shenja që kundër veprimi i Ramës, me gjithë çka ka bërë, por njëkohësisht edhe fakti që spaku nuk ka qenë i vendosur, por ka qenë edhe ai o në një regji të disave, në fillim fare, që thanë ca Amerikanë andej, që thoshin janë brapa, dhe të cilët kanë ndërprer atë për shkak se ky ju dha këtë energjinë, sa ishte kjo energjia së fundi që bëri një marrëveshje me Greqinë nëpërmjet ambasadores greke, apo jo? Dha ca gjëra, shkoi edhe në Izrael, takoi dhe Netanyahu, mikun e Trumpit e tjera, ka lobingjet e veta që i ka luajtur gjithmonë. Jo miku, shefi Trumpit. Edhe shefi mund të thuhet. Më tha vetë ai para ca ditësh. Presidenti amerikan ta raporton ke unë çdo ditë, nuk tha mjofton, raporton. Mund ta pranojmë edhe kështu. Mund ta pranojmë edhe kështu. Dhe shenjat janë domethënë që edhe mbi të gjitha dhe këtë gjë tek propaganda ose jo propaganda, duhet kemi parasysh që se Rama kur i ka bërë sapet me reformën drejtësi, nuk ka pas parasysh vetëm spakun, por ka pas parasysh gjithë sistemin e drejtësisë. Pra, ti mund të jesh prokuror dhe bën një spektakël, arreston dikë ose bën diçka, për mua spektakël më shumë se sa vullnet i vërtet, por nesër unë kam këto mekanizmat e tjera, kam gjykatën që i kontrolloj, kam këtë që i kontrolloj, rezultati është kjo. Qartë. Aulon, edhe një koment nga ti